Edhe pse është një sektor i cili ka problemet e tij për shkak të rritjes së madhe të kostove të punimit të tokës apo proceseve të tjera, me bujqësi merret thuajse vetëm mosha e tretë për shkak të largimit masiv të rinjve në emigracion. Ky është 75 vjeçari Xhevdet Kaba nga fshati Pilafej, njësisë administrative Tomin në bashkinë e Dibrës. Xhevdeti tregon se merret me bujqësi për dy arsye. Arsyeja e parë është se nuk duron dot ta shoh tokën djerë dhe arsyeja e dytë është për të ndihmuar pensionin i cili sipas tij është i pamjaftueshëm. Për 75 vjeçarin Kaba, ndihma e shtetit ndaj bujqësisë është zero. Na kemi ngjerë që mos e tre zota, që këma kollas. Kot, veç që kemi mbajt kot pas i kot. Po të shoh nuk më shpezu do lek këto, ta pas i shoh e ples më të kur gjë. Në blejsho pak plej, një trajt me një kjeshto, nuk bëft. Në i kone një kur dhe në takorim, në bëfshëm, se së në jam në thasht me i shajni. Mija një largu, s'kam mas një këto, veç me plakën jam. Pas një shpi, në kretë kanë hik vatat gjatë martome, djemë ka hik në migracione, në unë këmë gjerë veç me plakën. Isë mu unë jam, me të keheti, me shkopa e shemë. Po të me herë të shë, e mbjedha të shi. E mbjedha se me gjinaf, sa autor, kur të tjesë e këshkope shgoni. Nga ana tjetër, 75 vjeçari Xhevdet Kaba thot se pensioni që merr ai dhe bashkëshortja e tij nuk mjaftojnë as për medikamente pasi vuajnë nga një sër sëmundjesh. Po si duhesh, dash vdish, dash për ballaç, ta kesh. A nuk dishet me zor të kur të vije. Po çast 37 me thash 137. 100 me plaka, 237. Ata i marrin miljaçe, jetë gjë hiç tak. Largimi masiv i të rinjve vjetre më shumë në fshatra ku kanë mbetur thuajse në çdo shtëpi vetëm mosha e tretë.